Televizja vetëvendosje ka pësuar rënje në numrin e votave krahasuar me zgjedhjet e kaluara, kjo tashmë është e qartë nga rezultatet e deritanishme. Pavarësisht se mbeti partia e parë në vend, ajo ka humbur mbi 241.000 vota krahasuar me zgjedhjet e mëparshme, ato të mbajtura në dhjetor të vitit 2025. Pakënaqësitë e qytetarëve ndaj qeverisjes si dhe premtimeve të parealizuara bën që qytetarët të mos votojnë fare. Humbje votash nga këto zgjedhje patën edhe ministrat në detyrë, të cilët në zgjedhjet e kaluara kishin arritur të siguronin mbështetje shumë më të madhe. Ministri në detyrë i financave Hekuram Murati ka rënien më të madhe të votave nga kabineti i qeverisë Kurti, duke humbur kështu mbi 91.000 vota. E kjo tregon se në fakt Hekuram Muratit votat nuk i arriti as 100 euro që i njohur në publik. Pas Hekuram Muratit radhitë Donika Gërvalla, e cila drejtoi së fundmi Ministrinë e Drejtësisë dhe e cila ka humbur mbi 77.700 vota. Gërvalla njihet edhe si një prej zyrtarëve shtetërore me deklarata shpeshherë skandaloze në kuadër të ish-krerëve të UÇK-s. E një zëri bashkangjitej edhe me deklarimet e ish-deputetit Fatos Geci. Ndërsa ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sveçla ka humbur mbi 77.200 vota. Sveçla nga drejtimi i ministrisë viteve të fundit do të mbahet në mend edhe për mos pagesën e shtesave për zyrtarët policor. Mimoza Kusari Lila, e cila ishte në krye të Ministrisë së Tregtisë, ka humbur mbi 49.000 vota. Kusari Lila, e cila në publik përmendet edhe për bisedat me Milan Radojčić, e së fundmi edhe për ngritjen në detyrë të Irfan Lipovicës, zyrtar me akt akuzë nga rasti rezervave shtetërore. Ndërkaq ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonci humbi heq më pak se 51.500 vota. Probleme të ngjashme pati edhe në ministrinë e tij, ku ushtarëve nuk ju paguan orët shtesë e mandi ju kompenzuan vetëm me pushim. Edhe ministri i shëndetësisë Arben Vitia ka humbur 38.800 vota, ndërsa Andin Hoti, i cili ishte në krye të Ministrisë së Punës dhe Familjes, ka humbur mbi 37.000 vota. Saranta Bugujevci humbi mbi 28.000 vota, ndërsa Artane Rizvanolli, ministri i Ekonomisë, ka humbur 11.300 vota. Rizvanolli është kritikuar në vazhdimsi për gjatë mandatit të fundit, si shkak i dallavereve të mëdha në fushën e energjisë, ku miliona euro Kosova theksohet t'ua ketë dhënë ndër vite kompanive në Serbi. Fitore Pacolli, e cila për herë të parë drejtoi Ministrinë e Mjedisit, ka humbur 12.000 vota. Pacolli për plasje të madhe ka pasur në vazhdimsi, sidomos për deklarimin e saj skandalos se vetëvendosja mbrojti Kosovën nga Thaçi, Haradinaj dhe Veseli. Nga ana tjetër, Armen Muje si ministri i bujqësisë duket se i kushtoi shumë vota në Lopç, pasi nga rezultatet e deritanishme ka humbur 24.600 vota. Ndërsa ministri i infrastrukturës Dimal Basha, i cili deri në ditët e fundit të zgjedhjeve s'bëri asnjë hap në infrastrukturë, humbi 13.600 vota. Ndërkohë, një nga emrat më të komentuar ka qenë ish-ministra e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari. Hajdari mbetet e njohur për publikun për rastin e rezervave shtetërore, derisa në listën e vetëvendosjes vazhdon të përfshihet pavarësisht akt akuzës të ngritur ndaj saj. Por qytetarët Rozetën e kanë lënë larg në renditje të votave, duke u renditur 75 nga votat me vetëm 7.600 vota. Megjithatë, nëse do të kenë ndryshime të mëdha nga votat që ende nuk janë numëruar, kjo mbetet të shihet në ditët në vijim. Këto zgjedhje ndërkaq shërbyen si alarm për ish-ministrat, duke dëshmuar se qytetarët nuk i harrojnë angazhimet dhe premtimet të dhëna, dhe faktin se ata kujtohen për qytetarët vetëm në kohë zgjedhjesh.